Hepra të dashur miqtë e mi, aku po ritakojemi sërish së bashku me video në radhës për të komentuar pak Kesin dhe Stelinën, dy banorët që në fillim patë një lloj, le të themi, hasmërie mes njëri tjetrit, por brenda kësaj shtëpie ndodhin çudirat. Kristi nisi që të bëhet mesi i tyre. Tani nëse Kesi ka marrur vëmendjen e Stelinës dhe është krijuar ky përputhen i vogël brenda kësaj shtëpie, është bërë fal lojës që në fakt bëri Kristi. Kristi futi në dinamik situatën, Kristi u afrua pranë tavolinës dhe shkatroi gjithçka, dhe Kristi e bëri këtë gjëmën e madhe. Tani Stelina dhe Kesi kanë krijuar një lloj afrimiteti. Stelina në fillim ishte shumë e ashpër, ishte e bindur që nuk do të ketë një lloj afërsie në fakt me Kesin, sepse Kesi me këto lëvizje që po bën, me këtë lloj edukate, me këtë lloj natyre, edhe pse mua më duket në fakt shumë djalë i mirë, më duket tradicional, por është i drejt për drejt. Më thënë është i vërtet, nuk e toleron në asnjë mënyrë padrejtësinë. Pa marrë parasysh që ka qenë përputhe, nuk do të thotë se ka qenë përputhen dhe nuk është i sinqert. Më thënë, Kesi mua më duket një nga banorët më të vërtet brenda kësaj shtëpie. Dhe e shoh që dashuria mes tyre lindën prapë, do të thënë dashuria mes tyre po fuqizohet, dashuria mes tyre po vjen si një lloj dhurate brenda shtëpisë. Në fillim mendova që Miri dhe Selin do t'jenë çifti, por siç duket hyrja e kunatës së Selin bëri një lloj dinamike, nxori ca të vërteta, edhe pse sonte do të kuptojmë çfarë fshihet mes atyre të dyjave, por në anën tjetër, Kesi dhe Stelina duket se janë çifti më i vërtet dhe çifti që në fakt do të bëhet çifti real me sa unë i shoh brenda kësaj shtëpie. Më thoni si e shikoni ju këtë çift? E shikoni si një çift të vërtet?